interesante nuk brum, por nuk po e... I hope you didn't catch a tan. I hope you found the right man who'll fix it for you. 'Cause since I've come on home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Ka potencial por shklatësh, njësoj. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Now sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing. In my head I'll paint a picture. The sense of come on home, but my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Esa konshme. Valerie, 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 why don't you just come over, Valerie? Faleminderit. Mirëmbrëma. Mbrëma. Si quhesh? Amarda Zelo. Amarda. Amarda, gjithmonë brenda mundësive të tua, duke qenë se mua personalisht nuk I di antarët e tjerë të juris, por nuk u binda për faktin se vërtet që je intonuar, e bëre disi performancën tënde, por rrotulloheshe gjithmonë aty, tek ajo vorbulla, ishe shumë e shesht, dhe mbi të gjitha nuk më dhurove emocione, ishe sikur, me thënë, nuk di si t'i gjej fjalët, mua nuk më emocionove. Nëse ti ke dëshirë gjithmonë, ke përgatitur një material tjetër të vogël, një zhanër tjetër, një këngë tjetër, edhe a cappella, nëse të është e mundur. Ndoshta këngën Daddy Lessons nga Beyoncé? Po, si mendoni, ata Mos dëgjojnë? nuk ka mendime në këtë moment, edhe nuk ka ndoshta, edhe në këtë ti thjesht e kryen në këtë gjë. Ti thjesht e kryen. Came into this world, Daddy's little girl. Daddy made a soldier out of me. Ooh, Daddy made me dance, and Daddy held my hand, but Daddy liked his whiskey with his tea. And we rode motorcycles, blackjack, plastic vinyl, tough girl, what I had to be. He said, take care of your mother and watch out for your sister, and all that when he gave to me. With his heart, with his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. Je korrekte në intonim,
Je korrekte në ritëm dhe aty mbaron çdo gjë. Nëse t'jesh e zakonshme, është synimi yt, e ke arrit. Gjatë gjysmës performansës ke shikuar anash diku atje. Nuk ishe fare këtu. Nuk na përqove, se e tha edhe Edza, po e marr guximin me thonë edhe one, nuk na përqove atë që kënga duhet ta përqoj. Nga njëherë, edhe kur gabojmë, jemi vetvetja, jemi t'jashtëzakonshëm, nga njëherë tolerohet edhe gabimi. Ti gabime nuk kishe, teknikisht po flas, por në anën tjetër shumë e drejtë, shumë e zakonshme, shumë e urrejt të them me thjesht, po e them me zakonshme. E kuptoj. Më fal. Amarda, je parfare kur dalim në skenë, kërkojmë që duke kënaqur veten, kënaqim ata që na ndjekin. Gjatë gjithë performancës së parë, në çdo dallgëzim këngë, ti gjithmonë kokën e kishe në skenë, nuk kërkoje sy. Në ligjin e skenës është kështu. Kur del në skenë, duhet ta kapësh syrin e publikut dhe fytyrën figurativisht të thap kështu për fyti dhe e tre që rrotullon sipas vetes tënde. Njerëzit duan të argëtojnë, duan të kënaqin muzika, zëri yt ke zë të mirë, për mua ke zë të mirë dhe realisht duhet të ecësh. Unë mendoj se në këtë rrugtim ti ke nevojë dhe për një përpunim tjetër dhe unë kam shumë dëshirë që të të jepet mundësia të prezantohesh edhe një herë tjetër. Unë do t'jap po, ta tjerë bëjnë çfarë të duan. Bravo! Faleminderit. Unë mendoj që përveç gjithë atyre që folëm, sonte nuk është momenti jot i duhur që ti të vazhdosh rrjedhën tënde në Albania's Got Talent, të paktën sipas meje. Unë mendoj që momenti jot i duhur nuk e di se kur do të jetë, megjithatë kjo skenë është e hapur sërish vitin tjetër. Për mua sonte nuk kalon. E kuptoj. Unë e vlerësoj gjithsesi shumë opinionet, mendimin, këshillat dhe shpresoj që herën tjetër kur të shihemi, ti kem rregulluar atëherë. Bravo. Shumë faleminderit. Jo. Kjo është sjellja e duhur. Nga momenti që edhe nga kënga e dytë, unë nuk mora prej teje për fat keq emocion, ndjej pak atë boshllëkun brenda teje dhe jo motivimin, nuk je aq e motivuar sa për ta ngrënë skenën me dhëm, të dalësh edhe ta rrëmbesh. Po, është e vërtet. Të mungon Nuk na edhe motivimi, këtë, se ajo gjëja, mund t'i kishim harruar grinta. gjithë tjerat. Dhe pastaj do t'je bravo. Kështu që për mua duhet punosh akoma dhe për mua sonte është jo. Nuk e dia duhet ta shtyp butonin apo jo, por Jo, mos Jo, është është në... Merë. Besoj që e ke kuptuar që edhe nga unë është jo, sepse skena nuk i duron të zakonshmit. O këtu votat shiten e bliena. Hoç Faleminderit Amarda. Hoç na Faleminderit, gjeti. jo, mirë. Marta, shumë faleminderit. Shihemi vitin tjetër. Shihemi vitin tjetër. Ja, të presim. E di qa bëjmë ne këtu, ne përqafojemi, ti jemi mikrofonin, ne përqafojemi. Dëgjo. Ti je vajzëzuar dhe nuk mërzitesh, po teksa po dëgjoj edhe komentet e rrisë më erdhi kjo gjëja që sa më e vështirë tjetë rruga, do më kujtosh një ditë, unë do jem plak, ti do më kujtosh, sa më e vështirë tjetë rruga, aq më shumë shijohet finishi, po thema po rezultati, kështu që ti më duket që nuk ke lëshon kollaj këtë gjë. Absolutisht. Se je shumë e talentuar. Faleminderit. Suksese shumë. Jam i bindur që na urreu të katërt dhe nuk Edhe do unë jam vitin shumë e tjetër. bindur, po jo, vitin tjetër ka për të ardhur dhe do na bindi. Ti do Po, shikosh. Po, mu duk shumë e motivuar që ajo të nuk i pranoj keq kritikat tona. Është vajzë e zgjuar. Është. E pash sytë e saj, Po. po. Unë mendoj që duhet t'ja kishit dhënë një shans.